din apo zbulojnë, edhe e kuptova që kjo gjë që ka shumë e rëndë, çfarë duhet bëj? Dy gjëra. E para pendohu, mes me edhe Allah se ke bërë shkeljen më të rëndë që ekziston, po inshallah ke pas nga padia. E para. Dhe e dyta, duhet të sa më shpesh La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Se ka rrezik ke dalë nga Islami dhe ti se kupton. I e fat ke agjëru, ke shkudhëruar me ndoshta dhe gjitha zero se ke dalë nga Islami. Pendohu dhe thuj sa herë ta kujtosh La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe kujdes, mos të ngacmoj kurreshtja me pa, apo me ndju, apo me hap kanale, apo me inalu arraqofkave në rrugë, të hapi qik dorën, a për qetë në shumë. Ose është komshia, apo ku dëgjohën dikush që shetë, a për qetë në shumë qetë të lexoj këtë xhanik, mos lëz, apo me i moshme me zjarrin, si zjarrin të djekë. Kështu që mos lëz me zjarrin në xhanin. Vallahi bilaj, zjarrit sa e botës për e gjenë dërmanin, e halët sa e botës për e gjenë dërmanin, e jo me i gjenë dërman, zjarrit xhenemit, Zotin e bof haram, zjarrit e xhenemit të gjithëve pa përjashtim. Amin. Nuk ndodh diçka vetëm se me lejen e Zotit, dhe nuk ndodh diçka vetëm se Allahu xhallahu dëshiron që ne të reflektojmë. Prandaj çdo gjë që ndodh, tani s'kishte shqipur i kohë gjatë, ta dini se ka shdesh prej nesh të reflektojmë. Rashi u përmbyti gjithçka, duhet prej nesh të reflektojmë. Duhet prej nesh të reflektojmë. Të kthejmë